Agjencia e Prokurimit Publik ka publikuar në buletinin zyrtar shpalljen e fituesit të koncesionit për projektimin, ndërtimin, financimin, operimin, mirëmbajtjen, rehabilitimin dhe transferimin e segmentit rrugor Milot Balltren. Fitues e shpallur Bashkimi i Përkohshëm i shoqërive Salillari, Altiev Bau, Infraconsult dhe Erald G, i cili u vlerësua me 93 nga 100 pikë të mundshme. Vlera totale e parashikuar e kontratës koncesionare është 364.732.924 euro pa TVSH, ndërsa investimi do të financohet tërësisht nga partneri privat. Koncesioni do të ketë një afat për 35 vitesh, ku kompania fituese do të sigurojë kthimin e investimit përmes tarifave të kalimit në autostradë. Në garë morën pjesë 3 operatorë ekonomik, të cilët paraqitën oferta me të njëjtën vlerë ekonomike. 2 ofertat e tjera u skualifikuan gjatë procesit vlerësimit. Sipas projektit, autostrada e re Milot Balltren do të ketë një gjatësi prej 17 kilometrash dhe do të jetë kategorisë A me 2 karrexhata nga 2 korsi lëvizje, korsi emergjence, ndarse qendrore, tunele me 2 tuba, ura të mëdha mbi lume të madh dhe drin, nyje në disnivel dhe rrugë lidhëse. Aksi do të nisë në nyjen e Milotit, ku do të lidhet me segmentin Milot-Thuman-Kashar-Lekaj dhe rrugën e Kombit, ndërsa do të përfundojë në Balltren duke u lidhur me rrugën ekzistuese Tiranë-Shkodër. Autostrada do të jetë me pagesë me të njëjtin model si Thuman-Kashar. Projekti parashikon gjithashtu ndërtimin e një rruge alternative pa pagesë të kategorisë S për të ofruar përdorësve një opsion falas. Sipas Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, rruga e re synon të lehtësojë ndjeshëm trafikun në aksin ekzistues Milot-Lezhë-Balltren, që gjatë sezonit turistik përballet me mbi ngarkesë konsiderueshme për shkak të fluksit drejt plazheve të Shëngjinit, Tales dhe Velipojës, si dhe aktivitetit të portit të Shëngjinit. Punimet për këtë autostradë pritet të përfundojnë në fundin e vitit 2028, ndërsa segmenti konsiderohet një nga pjesët më të rëndësishme të korridorit Adriatiko-Jonian. Sipas të dhënave të publikuara nga Agjencia e Prokurimit Publik, ndaj procedurës nuk është paraqitur asnjë ankesë.